Shteti Floridas është goditur nga uragani Hermine, i pari ky për këtë shtet pas 11 vitesh. Hermine goditi brigjet e Floridas herët në mëngjes si kategori e uraganit 1 me stuhi dhe shira të fuqishëm. Guvernatori Rick Scott deklaroi gjendjen e emergjencës për 51 konte, teksa banorët ishin paralajmëruar për stuhinë e rrezikshme. Ende nuk bëhet e ditur nëse ka të plagosur apo viktima. Guvernatori Scott ka urdhëruar evakuimin e 5 qarqeve në Florida dhe bëri thirrje për evakuime vullnetare në 3 qarqe të tjera pranë Bregdetit. Qendra kombëtare e uraganeve bëri me dije se ky është uragani më i fuqishëm i kësaj dekade. Ekspertët parashikojnë se Hermine do të godas shtetin e Georgias dhe Carolinën dhe mund të sjellë shira intensive përgjatë Bregdetit lindor në ditët e ardhshme. Ata paralajmërojnë se rreziku i përmbytjeve është i madh, duke u bërë thirrje njerëzve që të zhvendosen në vende më të larta. Gjithashtu edhe guvernatori i Georgias Nathan Deal ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për 56 qarqe. Ekipet e shpëtimit janë vënë në gatishmëri për t'u ardhur në ndihmë banorëve të rrezikuar.